Sigurisht që nuk besoj që ka njeri që kish me votu kundër, në rastin tonë përveç listës sërbe. As kund nuk figuron as në tekst, as në kërkes, emri i Shkëlzem Gashit. Tu ka një manipulim. Po besoj që nuk ka njeri me mendje të shëndosh, që nuk është njerë i lënduar, që nuk është njerë i prekur nga pasaktësit që u panë në ekspozitën, një pjesë të së cilës financiarisht e kam buzuar edhe të vendi i Republikës së Kosovës. Mirë po në rastet e tilla, kërkim falja nuk mjafton. Unë vetëm mund ta marr me mend se si janë ndjerë familjarët e viktimave të masakrës famkeqe të Dubravës. Nëna ime ka një familjar të humbur atë. Shumë prej të ndjetuarve i kam miq, i kam bashkëpunëtor. Ka pas edhe pasaktësi të tjera, mirë po kjo posaçërisht ndikon në narracionin dhe në të vërtetën të shenjtë. Shumë mirë që prokuroria ka nisur hetim, mirë po këtu nuk do të përfundoj hetimi. Dhe gjon, kjo është kërkesa që kemi pranuar ne. Lutem, merrni, lexoni. Kërkesa ka ardhur nga organizata Integra. Dhe kjo kërkesë është drejtuar kryetarës së kuvendit, e cila pastaj e ka ndarë me ne, ku kërkohet që të mbulohet një pjesë e shpenzimeve për ekspozitën që u mbajt në Prishtinë. Çfarë thuhet në kërkesë, dhe do ta ndajmë ju tekstin e kërkesës, është që synohet që të publikohen fotografi të masakrave që ka ndodhur në Kosovë gjatë vitit 1998-1999. Sigurisht që nuk besoj që ka njeri që kish me votu kundër, në rastin tonë përveç listës sërbe, kundër një kërkese të tillë. Mirë po, në kërkesën që kemi pranuar ne, është organizata Integra, është nënshkruar nga Kushtrim Koliqi, as kund nuk figuron as në tekst, as në kërkes, emri i Shkëlzem Gashit, as organizatës së tij, e as që ekspozita do të bëhet bazuar në librin e tij. Përkundrazi, na thuhet që kurator është një kurator i famshëm britanik, është emër i njohur për komunitetin artistik, ka bërë edhe kurimin e ekspozitave të tjera. Sikurse që Integra është organizatë me të cilën Kuvendi i Kosovës ka një bashkëpunim mbi 2 dekadësh. Çfarë po dua të them? Përtej pasaktësive, se ajo është pjesa më e rëndësishme, tu ka një manipulim të qëllimshëm. Dhe këtu duhet të ketë një hetim të veçantë. Si ka ardhur kjo kërkesë? Pse është mashtruar kryesia e Kuvendit, sepse këtu nuk është e saktë. Kjo çfarë kemi miratuar ne nuk reflekton me atë çfarë kemi parë në shesh. Unë kërkoj, do të ka kërkuar në seancë, po redaktoj, bëj thirrje prokurorisë që të hetoj edhe këtë çështje. Nëse nuk mirën ata, do të inicoj kallëzim penal, sepse ky është manipulim, ky është mashtrim. Nuk ka asnjë situatë në të cilën unë, Vlora Çidoku, përfaqësuese e Partisë Demokratike të Kosovës, do të ngresja dorën në mbështetje të një projekti që e ka emrin dhe vullën e Shkëlzem Gashit, kjo për shkak të natyrës së tij, për shkak të deklaratave të tij, për shkak të toksicitetit që ka sjellur ai vazhdimisht në këtë shoqëri, dhe po besoj që nuk i bën derë askujt. Bashkë askujt, asociimi i